Ka edhe do baballar, ka edhe do njerëz të cilët e kanë martu djalin edhe vajzën. Djalit ja ndrojnë kerrin për çdo vit, për çdo 5 vjet, edhe i dhojnë pare, edhe ndihmojnë, edhe këtë vajzën si e marton më 5 pare nuk i jep. O ki hak, o vallahi ki hak të vajza, edhe masit martohet, edhe nëse jep trashëgimin, prapë ki hak mi ndihmu se është e vlade jyti sikur djalit, sikur vajzës. Djalit të i niman, edhe këshurja kryin punë shpe, edhe jep pare, edhe jep benzin, për vajzën nuk tanin hiç. Kjo zullumçari madh. Kjo njeriu më i keqi, edhe nëse falet, edhe nëse qabe shkon, edhe nëse hoq bat, edhe nëse krejt mirat e Zotit i ka, kjo është i pa drejt. Sepse Zoti na ka mësuar kështu. Zoti na ka mësuar me pas drejtësi, sikur te motra, sikur te vllau, sikur te çika, sikur te djali. Të gjithë barabart. Po kush ka dorë më shumë? Motra e do vllaun. Kush përkon gëzohet më shumë? Motra për vllaun. Kush përkon më shumë emocionohet? Motra për vllaun. Kush e jep këtë me bubreke, me gjake, me këtë? Motra për vllaun, jo vllau për motrën. Kush i lën me fëmijë dhe me burrë me këtë për vllaun? Motra. Po jo vllau. Më shumë ki hak te motra se sa te gruaja. Ma shumë do të me nderu motrën se sa gruan. Ma shumë ki që atje vallahi se vap se sa te gruaja jote. Edhe te fëmia jote. Pejgamberi sa të sëram ka thonë, ma i afërt të vllau jote se e vlla dy jote. Ma i afërt është motra jote se e vlla dy jote. Që ata të cilën ne kemi largu, kemi nis me leqit, nuk kemi fol, jemi largu pej tyne. Deri ku kemi shku? Ka kemi mësu? Çka jemi të praktiku? Çka jemi të lexu? Çka jemi të ndëgju? Të gjana Allahu Dhul Gjelal shumë i ka të hollu shumë letë. Dhe këto gjana Allahu Gjeleshanuhu shumë i dënon, edhe shumë i dën. Me ta kemi fitu xhenet, vallahi me ta kemi fitu xhenem. Sa prej njerëzve vlla dhe motër janë gjykat për hise, për trashëgimi. Sa prej vllaznive nuk folin me motër për shkak trashëgimis. Allahu ja ka caktu. Zoti Dhul Gjelal e ka kriju, edhe rrezikun ja ka caktu, edhe trashëgimin ja ka caktu këmë marrës është e saj. Dhe nëse dikush e han trashëgimin e motrës, vallahi ka hongër zjarr në barkun e tij. E fëmijët e tyne, e kur hajt s'ko me pa, e kur s'ko me rahatu, e kur pej borçev s'ko me dal, e kur pej telazhit s'ko me largu, e kur fëmija e tij behride ose rahat s'kan mu ba. Pik! Zoti ka garantu jo unë pes pjegoj, unë pes qaroj. Të gjana jënë trana. Njeriu nuk duhet mund shumë të gjana. Mja ba blok telefon motrës, mos mi fol, mos me vizitu, mos me thirr, mos me afru. Çka falesh? Se agjeron. Pse rran je musliman, nuk je kur gjuti, ti je xerra. Ti je zero, ti dhe unë, zero jem. Nuk jem të jabam me gisht askuj, as nuk e në gjas, kënë të në gjami, as që ka problem me motrë, as me vlla, as kërkës më intereson. Jem të folë në vijat gjana, ligjerat, islame, këshill, fetare, për mu edhe për juve, po dhe për ata që në ndëgjojnë në përmjet i ekranit. Kujdes o musliman, o vlazën, o namazli, o ju me Ramazane, me gjyma, kujdes të pika. A kemi qalu po, a kemi gabu po, a jem të gabu hala. Jemi të shumë të gjana. Deri kur më nalma, feja islami është kjo fe, e cila i bën ndërlidhjet fetare, i bën ndërlidhjet të mira, çtin me darë vllaun, e motrën, e nanën, e babën, edhe nëse të hin hak, prapti kemi qenë njëri mirë, kemi afal, kemi fol, kemi arsetu, gjepi jot, gjepi saj, kuleta jote, kuleta e saj, një kulet, një pare, nuk duhet me vetë vllana mi marr pare, çtin e dorën merja direkt. E ki vlla, e ki motër, me një barë keni qenë, prej një gjinit keni thith, me një kafshat keni hangër, me një luk keni pi, me një goti një bajdare, me një shtrat keni flet, me një qebe, një mbulu, një parë këpuz, një parëve ju kanë ratë tamën. E pse tash nuk përna binë tamën? E pse tash mu largu edhe mu da? Sepse këtu dreqi malkun është të punu, edhe ignoranca jote shumë e thellë, edhe dreshnit e tua që jetu ke i ba, edhe prindi ju që ty t'ka mësu s'ka ba drejtësi. Shumë prej prindve, unë në gjë personalisht, djemt halaj respekton, halaj uniman, halaj dën, vajzën atje koras nuk shën me vizitu. Lemo me ndihmu. Pasha Zoti, përgjithësi para Zoti kemi dhënë.